Të nderuara media. Ditët e fundit është shpallur thirrja publike numër 02 thyje 2025 për paraqitjen e aplikacione për shfrytëzimin e mjeteve nga programi për mbështetjen financiare të zhvillimit rural për vitin 2025. Kjo thirrje publike i referohet masës 112, ndihmë për fermerët e rinj për fillimin e aktivitetit bujqësor. Thirrja publike u dedikohet fermerëve të rinj nga 18 deri në 40 vjeç, të cilët për herë të parë fillojnë aktivitet bujqësor, marrin përsipër ekonomi të re bujqësore apo ekonomi ekzistuese dhe janë të regjistruar në regjistrin e vetëm të ekonomive bujqësore në 18 muajt e fundit. Mbështetja maksimale financiare për përfitues për masën 112 është 600.000 denar, gjithsesi 100% të shpenzimeve të bëra. Këto mjete të planifikuar do të ndahen për periudhën e zbatimit të planit të biznesit dhe do të paguhen çdo vit në maksimum 3 këste. Afati i fundit gjithashtu parashit 40% avans për investimin. Afati i fundit për dorëzimin e aplikacion është 9 maj i këtij vitit. Të nderuar, duhet të përmend se për aplikimin e thirrjes publike për masën 112 janë lehtësuar procedura për plotësimin e kritereve, kështu që i plotësojmë nevojat e çdo fermeri të ri për të inkurajuar dhe aplikuar. Gjithashtu, qëllimi i ministrisë është aktivizimi i të rinjve në sektorin e bujqësisë përmes disa masave. Masa 112 është një nga ato që do të ndihmojnë në aktivizimin e të rinjve në Maqedoni për të përfshirë në bujqësi. Kjo thirrje publike është vetëm një nxitje për të rinjt tanë për të hyrë në sektorin e bujqësisë dhe ata do të vazhdojnë të udhëheqin procesin e prodhimit të ushqimit. Nevojët e energji e re në bujqësi për të rritur prodhimin e ushqimit, gjë që do të na bëjë vend që eksporton produkte bujqësore cilësore dhe do të jemi të njohur me këtë. Ministria do të vazhdojë të punojë për masa që do të inkurajojnë të rinjt të përfshihen në procesin e prodhimit të produkteve bujqësore. Punojmë bashkë për ta bërë Maqedoninë vend bujqësor që ishte në të kaluarën. Ju faleminderit, nëse keni pyetje, urdhëroni. Sa mjete nga buxheti do të ndahen për këtë masë dhe si do t'i marrin bujqit, sa 600.000 denar në programin për mbështetje financiare të bujqësisë, kam mjete të mjaftueshme pas përfundimit të thirrjes. Ata që do të aplikojnë përsëris i inkuroj të gjithë të rinj që i plotësojnë kriteret të aplikojnë dhe sipas renditjes ngjëjësisht vlerësimit të ofertave, ai që do t'i plotësoj kriteret do t'i marr këto mjete, siç thash, 600.000 denar në drejtim të rritjes së prodhimit vendor. Prodhuesit e lule diellit thonë se shteti duhet të ketë strategji për lule diellin. Prodhuesit e kësaj kulture thonë se vështirë bëhet që të kthejë lule diellin në tokat e Maqedonisë. Qeveria ka dëshmuar se është partner i bujqësisë apo i bujqve dhe me këtë e kemi dëshmuar me disa masa dhe tani po fillojmë ta kthejmë kuantitetin. Është e vërtetë se lule dielli është një nga kulturat më të rëndësishme që duhet të jetë nëpër fushat e vendit tonë. Ata që ministria periudhën e kaluar punoi dishin disa takime për krijimin e masave për këtë kategori, takime me blerësit e lule diellit, ata të cilët duhet ta blejnë rendimentin nga produkti vendor. Unë mendoj se në të ardhmen do të dëshmojnë që kjo kulturë do të jetë me kuantitetin e duhur siç ishte dikur. Ju faleminderit.